Gjykata penale mori vendimin për vrasjen e ish drejtorit të policisë së Vlorës Artan Cuku, duke dënuar për jetë Bledar Jambellin dhe Kristaq Lecin. Krimi i rënditës ndodhi në 2017, ndërsa hetimet hodhën dritë mbi motivet që e shtyn Bledar Jambellin të organizonte vrasjen e tij. Sipas organit të akuzës, ish drejtori Artan Cuku e kishte hetuar e më pas edhe arrestoi Jambellin për 2 vrasje të vitit 2000, ndonse më pas ai u la i lirë e u shpalli pafajshëm, mori hak duke i marrë jetën kryekomisarit. Për ta vënë në zbatim planin, Jambelli ndau rolet ku Kristaq Leci i dënuar po sot ishte ndërmjetës mes tij dhe ekzekutorit të krimit Mikel Shallari. Ky i fundit u arrestua menjëherë pas ngjarjes e më pas ndihmoi prokurorinë e kryeqytetit në zbardhjen e detajeve për realizimin e atentatit, duke marrë statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë. Shallari përfundimisht përfitoi nga hapësira ligjore dhe u dënua me 10 vjet heqje lirie. Nga dëshmia e tij, ai tha se të nesërmen e ngjarjes së rënd u pagua 2000 euro, ndërsa më pas mori edhe disa pagesa të tjera 200 deri në 300 euro. Me gjithë përpjekjet për ta vënë përpara ligjit Bledar Jambellin me precedent të rrezikshëm penal, drejtësia shqiptare nuk ja ka dalë ende. Ai u arrestua në Greqi, por vendi fqinj refuzoi ekstradimin e tij, ndërsa sot Bledar Jambelli kërkohet edhe nga autoritetet helene për një tjetër ngjarje.